Përshëndetje gjithve. Falenderim për gjithë gratë pjesëmarrës që janë një mbështetje jashtëzakonshme për ne. Se kam pas sallën e sportit ndonjëherë të mbushur kështu kaq plot. Jeni zonjat e Shkodrës për ta bërë Shkodrën një zonjë të rëndë, siç ka qenë historikisht, dhe ju jeni mbështetja më e madhe jona. Mbështetja më e madhe në këtë fushat. Dhe një falënderim për kryeministrin që është sot këtu. Një falënderim për mbështetjen që ka dhënë për ju. Dhe jo më kot sot lista e Partisë Socialiste gjysmën e ka dhe jemi të nderuara, kemi zonja, gra dhe vajza që janë pjesa më e krenarisë tonë të listës të deputetëve. Unë mendoj që kjo fushat ka një rëndësi të madhe për Shkodrën. Dhe gjithë e dim që është një fushat për ta vazhduar akoma te atë mision që kemi nisur dhe atë transformim të madh që kemi bërë në Shkodër në këto 2 vjet duke bashkëpunuar me qeverinë, me kryeministrin që ka kthyer syt nga Shkodra dhe që do ta bëjmë Shkodrën portën e madhe të Shqipërisë në Europë. Kjo është porta e madhe e nderuar zonja të Shqipërisë në Europë. Tani pa humbur kohë, unë do t'i jap fjalën një nga një përfaqësuesve tona të nderuara, numrit parë të listës, Mariana Koçekut, që është një brand, tashmë një brand i njohur, një vajzë me rrënjë Dukagjinit dhe zemrën në Shkodër. Mirë se erdhe, Mariana. Ti qojmë i herë tona ta flamujt kushezi dhe një duar trogitjet madhe. Mramja mirë tanave, njihem shumë e nderuar me kenë mesjush, grave, vajzave e qikave të nderuame. Mesjush sheni shtylla kurrizore e shoqënisë tonë, jo vetëm shkodrane, po krejt shqiptare. Ju falenderoj për zemrës për atë që jeni, të edukume, kreative, edhe të jashtëzakonshme, në atë që banin për dishmërinë tuaj, në jetën tuaj dhe në familjen tuaj. Napoleon Bonaparte dikur ka thënë se të vetmet betejë që fitohen tu jamath janë ato kundër grave. Për me jamath nuk është forca jonë, edhe këtë e kena dëshmuar gjithmonë, historikisht. Ne sot jena ato që rrisim familje, ato që edukojmë breza, ato që krijojmë, ato që zhvillojmë, edhe ato që edukojmë. Edhe nuk duhet të nalena, se koha kërkon prap që zoni jonë, pikrisht tash ku jena sot, me 11 maj, ta qojmë votën në një hap përtej, për me quë Shkodrën e Shqipnin në derën e madhe të Bashkimit Evropian. Edhe këtu duhet forca jonë, forca tonë grave e vajzave, sidomos të qytetit tonë zemrës, Shkodrës. Në këto zgjedhje kena me kenë na, bijat e Shkodrës që kena me vullos jo vetëm fitoren e Partisë Socialiste, po mi gjitha fitoren e Shkodrës që është në zhvillim. E na jena ato që kena me ecë në hapat e paraardhësve tonë që krijunen edhe dhanë shumë për këtë qytet jashtëzakonshëm. Edhe për ta përmyll, po citoj një thënie të filozofes edhe të shkrimtares Ayn Rand, që thoshte: "Dashuna gra, pyetja nuk është sot se kush ka me na lejue, pyetja është se kush do na ndaloj. Edhe sot, unë po ju pyes, a ka kush me na ndalue? Askush." Bravo Mariana, faleminderit. E kuptuat që është një nga yjet, Mariana. Mariana, yjet këtu te ylli.
Dhe tani një yll tjetër, Gjenis Qela. Një yll që ka përfunduar studimet e larta ndërkombëtare dhe që sot jemi krenar ta kemi në pjesën e ekipit tonë. Fjala për ty. Faleminderit. Dashtuna vajza e gra shkodrane që sot e keni mush pallatin e sportit edhe shtrit si asnjëherë më përpara. Pa tjetër që përveç emocionesh edhe një kënaqësi shumë e madhe që përcjellin takime të tilla, t'jem sot këtu përpara jush, unë kam shumë arsye. E arsyeja kryesore është që unë vi këtu si një nanë e re. Vi këtu për fëmin tem, për fëmin e gjithë se cilave këtu, edhe për fëmin të Shqipërisë. Për të ardhmen e tyne, që t'je një ardhme e barabartë me gjithë bashkëmoshatarët e Europës. E që kjo të ndodhë, ka vetëm një zgjidhje. E kjo zgjidhje është ajo pashaporta europiane. Ajo pashaporta europiane që sot më shumë se kur është realitet i afërm për ne se sa një dëshirë e largët që kemi pas. Në majin e vitit 2023, e gjithë Shkodra zgjodhi bashkin t'ja japi Partisë Socialiste dhe t'ja besoj atë Partisë Socialiste. E që nga jo kohë e deri sot, investimet nuk kanë dalur. Investimet të formatit europian në arsim, me shkollat, me kopshtet, me këndet e lojrave, investime në infrastrukturë, në turizëm, që na bëjnë t'jemi krenar që jemi Shkodran. Dhe t'ju shoh sot ju, zonja kaq të forta, vajzat shkolluara e të studiuara, është dëshmia më e madhe dhe motivimi më i madh për mu personalisht, por edhe për gjithë ekipin ton këtu, që t'i japim një hovë më të madh edhe ta çojmë Shkodrën dhe Shqipërinë drejt Europës. Ditë them që Shkodra këtë herë sheh, beson dhe voton me sytë dhe me zemrën nga ardhmja europiane. Faleminderit shumë. Lumë goja, Gjejs, kuptoni që jemi mes yjesh dhe këtë performancë jashtëzakonshme të kandidatëve tonë. Dhe tani fjala është për Edona Bilalin, një përfaqësuese e denjë një parlamentit tonë, një mbrojtëse fort dhe ligjvënëse për Shkodrën. Pa qojni i herë ato flamurët ku që ziti shofi nga Shkodra, gratë e Shkodrës, forca, lart flamujt. Të dashtuna vajza e gra, nana, bia, motra, shoqe shkodrane, zemra që rrini me vetë mohim për fëmijët e për familjet tuja. Flasot para jush me zanin e një gruje, por edhe me zanin e zemrës që beson fort tek forca e grusë në shoqërinë shqiptare. Në vitin 2021, unë i besova Edi Ramës dhe besoj akoma sot që vetëm vizioni i tij mundet me transformu Shkodrën. Punën e qeverisë dhe tashmë dhe të bashkisë e shohim kanë tjerë ndërtimin çdo cep. Kjo punë nuk mundet e nuk duhet me onal. Nuk ka Europë pa familje me themele të forta. Nuk ka familje të fortë që nuk kanë qendër një gru të fortë shkodrane. Sfidat tona, pavarësisht profesionit, janë të njëjta. Nga meraku i sigurisë për fëmijët tanë që erdhen në kopsht, nga arsimi cilësor, për cilin si prind Shkodran jena të gatshëm me bas sakrificat maksimale, tek zgjedhja të djegëve të universitetit, që fëmijët me studiu këtu, mos me ikë në emigrim. Prandaj jam krenare që jam pjesë e skuadrës të Edi Ramës.
sepse në mandatin e ardhshëm ne pilotojmë programin e zgjatjes së qëndrimit të fëmijëve në shkolla. Vijojmë me diploma duale, që të rinjt me studiun në Universitetin Luish Gurakuqi po me marrë një diplomë europiane. Vijojmë me mbështetjen për të rinjt, për sipërmarrjet, për me kthy Shkodrant në atë dhënë nëpërmjet programeve siç është paketa e maleve. Dëgjoj për partitë e reja. Partitë e reja, po në fakt kanë vetëm emrin, sepse mendësia është krejt e vjetër. Ne nuk na duhen këto parti, nuk na duhet një vot që sprodhon mandat e që shkon dam. Ne na duhet Edi Rama me skuadër, me energji të rifreskuar për Partinë Socialiste në Shkodër. Kur gruaja flet, shoqënia ndëgjon. Kur gruaja drejton, shoqëria prosperon. Për një shoqëri me prosperitet Shkodran, kam një lutje sot për ju, gra e vajza. Siç i udhëheqni me mençuri familjet tuaja në vendimarrjet e përditshme, udhëhiqini ato sot drejt votës masive për Partinë Socialiste dhe Edi Ramën. Europa është grua, Shqipëria është grua, Shkodra është grua. Bravo Edona, faleminderit. Vazhdoni ekipi i hyjeve të Partisë Socialiste dhe tani radhën e ka doktoresh Olta Duda, një mjeke mirënjohur e qytetit tonë që rrim pranë pacientëve me respektin e madh qytetit për të. Shumë emocion sot që të flas këtu para jush. Emocion mbi gjitha për përgjegjësinë që ne po kërkojmë të marrim përsipër. Një përgjegjësi që ne t'jena zani juj aty ku duhet mundi gjuh ai za i fuqishëm, si gjithmonë. Patjetër emocion shumë i madh, përgjegjësia që ne po marrim përsipër të bahena forca e gjithave ju, edhe gjithë atyne që na njekin edhe na mbështesin, edhe që e besojnë patjetër që e vetmja mënyrë që Shkodra edhe Shqipënia të përparojnë, të ecin përpara, është puna e ndershme dhe integriteti. Shkodra gjithmonë e ka dashur të bukur, gjithmonë e ka përqafu. Shkodra gjithmonë ka qenë djepi i kulturës, djepi i artit, djepi i humorit edhe i satirës. Gjithmonë e ka majt mbi shpatullat e veta këtë peshë të rëndë me shumë dinjitet. Atëherë ne prap duhet bëhena forca që gjithë ju, gjithë ne, Shkodra dhe Shqipënia t'jetë në Europë. Respektova? Faleminderit doktoresh. Dhe tani kam nderin të ftoj një yll tjetër, Vera Andrecaj, profesoreshën që na vjen nga larg. Mirëmbrëma të gjithëve. Mirëmbrëma. Unë jam doktoresh Vera Andrecaj, vi nga diaspora. Kam jetuar në Britani të Madhe për 23 vite. Dhe dua të ndaj sot historinë time që është një nga ju, nga historitë tuaja. Kam emigruar në Britani të Madhe në vitin 2002, pa ditur asnjë fjalë anglisht. Dhe sot jam profesoresha asociuar në një ndër universitetet më të mira në Britani të Madhe. Kam mbaruar doktoraturen, kam mbaruar 3 mastera dhe gjithashtu jam këshilltare në qeverinë e Walesit, në prokurimet publike dhe në arsimin e lartë. Kjo histori i dedikohet gjithë cilës nga ju, sepse sakrificat e grave, nënave dhe të motrave janë të panumërta. Unë jam bashkuar siglës të Partisë Socialiste dhe jam shumë e lumtur që më zhdan mundësia të jem pjesë e këtij procesi. Jam bashkuar kësaj partie sepse unë besoj
tek leadershipi i tij. Unë besoj tek vizioni i Edi Ramës për një Shqipëri në Europë. Unë besoj tek Partia Socialiste, sepse të gjithë ne, specifikisht ne emigrantët, dallojmë ndryshimin që Shqipëria ka për çdo vit. Shqipëria është bërë atrakcion. Shqipëria është bërë një vend që lullëson për ditë, Shqipëria zhvillohet, shikoni infrastrukturën, shikoni spitalet, shikoni shkollat, shikoni se çfarë bukurie ka Shqipëria. Shqipëria në nderon. Disa vite më parë, t'jem shumë e sinqert, unë kam marrë pjesë sepse natyra punës time në rreth 100 konferenca. Dhe kam thënë si në përdhëm, jam shqiptare, vi nga Shqipëria, por nuk isha shumë e sigurt. Tani, jam shumë e lumtur që të them me zot lartë, kudo që unë t'jem, unë jam shqiptare, unë vi nga Shqipëria. Dhe kjo është si rezultat i strategjisë të qeverisë aktuale që i ka dhënë prestigj jo vetëm Shqipërisë, po çdo shqiptarit që jeton jashtë trojeve të MML-u të vet. Faleminderit, suksese Partisë Socialiste, suksese liderit ton vizionar Edi Rama. Faleminderit, ju dua shumë. Faleminderit Vera, besoj e kuptoni se sa i fort është ekipi ynë dhe tani kam kënaqësinë të ftoj Kesi Spajhia, një vajzë energjike, rinore që ka dhënë energji gjithë rinisë dhe vazhdon të kontribuojë. Përshëndetje të tanave, sot Pallati i Sportit Vjenera Dranafile. Edhe du ta nis me një përshëndetje edhe falenderim për tana gratë e vajzave të Malësisë Madhe, të Pukesh, Fusharësit dhe Vaudejsit. Për mua është kënaqësi dhe privilegj i jashtëzakonshëm të jem pjesë e kësaj liste, të vi sot si kandidate dhe përfaqësuese e Partisë Socialiste për krejt qarkun Shkodër. Të vi sot këtu si një vajzë e re, si përfaqësuese e rinisë, si përfaqësuese e vajzave shkodrane, vajzave të krejt qarkut Shkodrës, me motivin edhe me besimin se rinia dhe vajzat shkodrane mund ta çojnë Shkodrën edhe krejt Shqipërinë përpara. Unë nuk du të zgjatem shumë, se shoqet folen shumë mirë para mejet, por unë ditë them, se me qënë se edhe ky ylli ku nena sot ka 5 cepa, 5 është numri jonë me fat, 5 është numri cilin ju duhet besoni, 5 është numri që do të çojnë Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Shkodra 2030 nuk është një vizion. Shkodra 2, nuk është një premtim. Shkodra 2030 është një vizion cilin ne duhet ta besojmë, ta njekum bashkë me kryeministrin Edi Rama. Faleminderit. Faleminderit Kesi, dhe tani të mirëpresim frymëzuesin, mbështetësin, njeriun që po transformon Shkodrën së bashku me ne kryeministrin ton Edi Rama. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Më kujtohet që kur kemi ardhur për të bërë takimin e parë në këtë pallat sporti shumë vite përpara, tribunën e kishim vu diku këtu, mbrapa s'kishte njeri, edhe në këtë pjesën këtej ishte një pamje burrash nga të 4 anët dhe tek tuk ndonjë grua apo ndonjë vajzë. Sot kjo sallë është për mua personalisht shumë kuptim plot. Shumë kuptim plot sepse në këto vite kemi arritur së bashku të bëjmë diçka jashtëzakonisht të rëndësishme për bashkësinë tonë shqiptare. Kemi arritur
që të vendosim një ekuilibër mes burrave dhe grave, një ekuilibër që mungonte plotësisht. Dhe unë besoj që nëse Shqipëria pati një periudhë aq dramatike të një tranzicioni aq të vështirë dhe nëse Shqipëria vuajti dhe populli shqiptar vuajti nga shumë vendime të gabuara, një ndër arsyet themelore ishte se vendimmarrja kishte një mungesë të madhe. Mungonte zëri i gruas. Aq e vërtet është kjo, sa dhe ato shumë pak gra që patën kurajon dhe gjetën rrugën për të ngjitur në skenë, flas për në skenën e përballjes publike, politike, faktikisht dukeshin aq të vetmuara dhe ndiheshin aq të vetmuara sa shpesh detyroheshin të silleshin si burra. Ndërkohë që sot, duke kthyer kokën pas me një parti socialiste që kishte 12% gra dhe vajza, por më shumë 12% gra dhe vajza të regjistruara, por jo aktive, sepse askush nuk i thriste dhe se nuk kishte në fakt në gjë të madhe për të bërë në ato organizata, sot ne kemi 40% gra dhe vajza. Dhe sot ju jeni 39.000, por ne nuk duhet ndalemi derisa gratë dhe vajzat në këtë familje të madhe, që është familja më e madhe politike e shqiptarëve, të jenë 50.000. Por ajo që është ende më kuptim plot. Shikojeni skuadrën tonë këtu në Shkodër, jo vetëm që janë gjysmat gra dhe vajza të gjithë listës së deputetëve, por edhe në listën e mbyllur përsëri ne kemi gjysmat që janë gra dhe vajza. Dhe në rang republike jemi partia që kemi numrin më të madh grave dhe vajzave kandidate, por ama jemi partia që kemi numrin ku më të madh të grave dhe vajzave deputete, sepse 52% e listave të mbyllura janë gra dhe vajza. Dhe kjo që ne kemi bërë ka reflektuar jashtëzakonisht shumë në shumë aspekte në shoqëri. Ka reflektuar shumë në besimin e rritur ndaj grave dhe vajza. Gratë, burrat shqiptar i kanë besuar gjithmonë. Madje i kanë besuar vendimet më të vështira, sepse gjithmonë burrat shqiptar kanë ditur që gratë janë më të zgjuara se ata. Por ama asnjëherë s'kan dashur ta pranojnë. Asnjëherë s'kan dashur ta pranojnë. Gjithmonë janë përpjekur të thonë që ne jemi këtu. Ne i dim gjonat, ne i vendosim gjërat. Dhe po ta veni re sa më shumë i bien gjoksit në për kafe, aq më të urtë janë kur shkojnë ke gratë. Tani, mund vjen keq që duke i kushtuar në këtë rrugtim drejt 11 majit, një rëndësi të veçantë, këtyre takimeve të mëdha me gra dhe vajzat, kam mërzit disa burra. Por e para që është më e rëndësishmja, arsyeja pse unë besoj se këto takime me gra dhe me vajzat
me këtë pjesëmarrje masive të grave dhe të vajzave që nuk janë thjesht votueset tona, po janë pararoja e armatës së fitores së 11 majit, janë shumë të rëndësishme sepse mua jeta politike më ka mësuar se sa të drejt kishte Margaret Thatcher kur thoshte do të bësh muhabet ulu me burra, do të mbarosh punë, ngriu në këmbë dhe shko bëje me gra. Nga ana tjetër, që të vi tani te mërzia atyre, pse janë mërzit ata? Edhe përpiqen tani që të më fusin në sherr me gjithë burrat e Shqipërisë. Unë se kam problem. Por nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet ajo që përpiqen të thonë. Sepse ajo që unë kam thënë, them dhe do ta them pa asnjë gajle, është se ne, Partia Socialiste, hym në çdo fush betejë elektorale me një avantazh sa po fusim këmbën në fush, sepse 56% e grave dhe vajzave të Shqipërisë mbështesin dhe votojnë Partinë Socialiste. Ka qarqe që kjo mbështetje shkon dhe më shumë. Ndërkohë që kur vjen puna ke burrat, nuk jemi me këtë diferencë me kënetën. Megjithatë, prap gjysma e burrave votojnë dhe mbështesin Partinë Socialiste. Ashtu si kundër, shumica e votuesve të ri votojnë dhe mbështesin Partinë Socialiste dhe unë e kam thënë shumë thjesht. Çfarë na duhet ne më shumë? Ne kemi shumicën e grave, kemi gjysmën e burrave, kemi dhe shumicën e trive. Tani, keni pa ju që është mërzit ajo gjysma tjetër? Sepse unë mendoj që të gjëndesh përpara zgjedhjes midis Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe Shqipërisë në kënet, dhe zgjedhësh kënetën je çyryk, unë mendoj, je gjysmak. Ka diçka që nuk shkon. Unë nuk them që ata burra janë gjysmak në jetën e përditshme, por politikisht nuk mushin. Tani ata duan ta provojnë që nuk janë. E kanë një mundësi shumë të thjeshtë ta provojnë. Të vinë këtej edhe të votojnë Partinë Socialiste. Është shumë e thjeshtë. Është test. Tani këtu në Shkodër, gjithë kjo ka i domethënie shumë të veçantë. Sepse sot, fatmirësisht, fal jush në radhë parë, dhe fal shumicës qytetarëve të Shkodrës, ne nuk jemi më në pozitën, unë nuk jam më në pozitën që të vi këtu, si që ka marrë shumë herë, gati me Iran gjujnë shkodranve me ju lutë duke i thonë aman mërë, po ma besoni mërë një herë të vetë me këtë punë t'ju them dhe t'ju tregoj se qarë di me bo, pastaj gjykoni vetë. Po një herë mërë, sa herë ja besun kënetës. Zhytu më thellë, e voto më shumë për kënetën. Zhytu më thellë, edhe më shumë për kënetën. Zhytu më thellë, desh zoti math, fal jush prapë them, se unë e di që ka qenë një konspiracion juj që i keni bërë burrat që hajde i herë të shkojmë ta provojmë një herë këtë rrugë tjetër se vdiqëm duke përsërit të njëjtën gjë e duke besuar se do marrim rezultat tjetër, nuk ndof. Ne sot kemi mundësi t'ju themi të gjithëve që në 2 vjet, vetëm në 2 vjet, ne kemi bërë për Shkodrën sa që nuk është bërë në të gjitha vitet e më pashme të marrë së bashku. Madje, akoma më keq për ata, sepse në 2 vjet ne kemi ndërtuar sa kemi mundur.
po s'kemi bërë as i dëm. Ndërkohë që në të gjithë vitet më pashme, ata kanë ndërtu nocë rrokun dhe kanë bërë vetëm dëme. Sot ishim tek shkolla, se shumë nga ju këtu janë nëna edhe çoni fëmijët në shkollë. Nuk kam ndje në herë, në prej kohësh nuk e kisha ndje atë djegje këtu në Gjoks, kur kam hyrë me Benetin para ca kohësh tek shkolla Andre Mjeda, një nga shkollat më të mira me rezultate me të gjitha të fëmijëve, dhe një godin që nuk e gjen më në qytetet qendra qarku të Shqipërisë. Duhet shkosh shumë larg, duhet shkosh shumë periferi që të gjesh një godin si ajo e shkollës Andre Mjeda, ku tani ne po bëjmë rindërtimin dhe do ta bëjmë një shkollë model. Sot ishim tek shkolla Ismail Qemali. Shkollë që ka një rëndësi jo thjesht për Shkodrën, po për gjithë Shqipërinë, për historinë e gjuhës shqipe, për historinë e arsimit shqiptar, sepse është hapur disa muaj mbas pavarësisë, në 1913. Në mes qytetit, e ndërtuar, pastaj e prishur, se ka qenë shkollë e vjetër, e ndërtuar nga komunistët në 1971. Nga 1971 veç futi boj sipër asnjë investim. Zero. Nga 1971. Dhe aty, sot, ne vajtëm për projektin dhe do tjetë një nga shkollat, jo të Shkodrës, një nga shkollat më të bukura të Ballkanit. Sepse e meriton çdo fëmijë kësaj Republike të shkojë në shkollë ku drejqe e mori nuk ndjen erën e lagështisë mureve sa hyn. Por ama ajo shkollë, eksaktësisht ajo shkollë dhe ky qytet e meritojnë që të kenë një simbol, jo vetëm kur kthehesh dhe lexon historinë, po dhe kur shef, edhe kur çon fëmijën në shkollë, që kur fëmijët të shkojnë tek ajo shkollë ta ndjejnë edhe historinë e asaj shkolle. Tani, sot, për herë të parë, mas shumë vitesh që vinë Shkodër, hyra te hyrja e Shkodrës, edhe nuk u ndjeva sikur po hyja në Kandahar. Ishte çliru komplet pjesa e majt që shef liçenin, dhe aty ne do bëjmë një nga parqet më të bukur të Shqipërisë. Po nuk është vetëm Shkodra, se këtu s'flasim vetëm për Bashkinë e Shkodrës, po unë jam i fiksuar me Bashkinë e Shkodrës, sepse këtu e kam pas edhe kunjën më të madhe që fiton gjithë Shqipërinë, hajde këtu hum. Fiton gjithë Shqipërinë, hajde këtu hum. Fiton gjithë Shqipërinë, hajde këtu hum. Edhe duke qenë se kam edhe gjyshen ndjes pas shkodrane katolike që më ka pakzu dhe mu katolik, më vinte plasja, thosha mor qarë kanë këta me mu. Dhe pastaj mendoja, them drejtën, mendoja nuk janë mirë, se që të më thonë mu komunist, e të majnë në krah një sekretar të Enver Hoxhës, që për 25 vjet i ka shërby byros politike, edhe ka internu njerëz, se me demek ishte simboli i lirisë, mu më dukej që s'kishte më shpresë këtu, edhe që Shkodra do mbetej për shumë gjatë në errësirën ku e gjetëm ne 2 vjet përpara bashkë me Benetin. Sot Shkodra jo vetëm ka shpresë, por sot Shkodra ka hyrë në një rrugë, shpresoj pakthim, se unë nuk e di çfarë thot menja e burrave të Shkodrës, nuk e di. Por ama duke pat gjitha ju këtu, jam i bindur
që të paktën gjysmën e burrave në rregull i kemi. Por ama, vjet ju keni pa vetëm fillimin e një historie komplet të re për Shkodrën. Vjet për e të parë Shkodra kalon të mesnatën me rrugët që bubronin nga turist, që vinin nga të katër anët dhe dyqanet e Shkodrës, shitoret e Shkodrës, baret, restorantet, gjithë biznesi i vogël i Shkodrës ka realizuar në 2024 të ardhurat më të mëdha në të gjithë historinë e vet. Po të shkojmë jashtë Shkodrës, kemi shumë gjëra për të treguar. Sot të gjitha akset strategjike për zhvillimin e turizmit të kësaj që unë e quaj kryeqendra e veriut të Shqipërisë janë ose të ndërtuara ose në ndërtim e sipër. Nuk ka një aks më strategjik që të mos jetë o i ndërtuar o në ndërtim e sipër. Dhe horizonti është hapur për të gjithë ata që e kanë lënë Shkodrën, e kanë lënë Malsinë e Madhe, e kanë lënë Vaun e Dejës, Pukën apo Fusharzin, vitën parë dhe që duan të kthehen dhe të ndezin oxhakun e shtëpisë së gjyshit, kudo ku janë. Këto të gjitha janë të rëndësishme, por duke qenë se Shkodra ka qenë njëherë një kohë Europa e Shqipërisë. Këtu ka qenë Europa e Shqipërisë. Shkodër. I takon Shkodrës, besoj unë, që në 11 maj të marrë një vendim shumë kuptimplot dhe shumë domethënës jo për mua, as për Partinë Socialiste, po për historinë e vetë. I takon Shkodrës që mundësin historike që kemi sot që të hymë në derën që më në fund në është hapur të Bashkimit Evropian të arroki dhe mos shofi majtas djathas, po të shofi vetën drejt. Sepse ne sot jemi thjesht forca e dur në vëndin dhe në kohën e dur. Ashtu si që ishte Partia Demokratike në mars të 1992-shit, kur shumë shqiptarë që nuk ishin me Partinë Demokratike shkuan votun Partinë Demokratike, sepse ato zgjedhje nuk ishin zgjedhje për qeverinë e radhës. Ishin zgjedhje për të ndarë të shkuarën nga ardhmja. Dhe populli shqiptar masivisht zgjodhi të ardhmen. Po ashtu Shkodra masivisht duhet zgjedhë të ardhmen në 11 maj. Sepse me futjen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, shumë gjëra do të ndryshojnë, por unë mund të them se një gjë është e sigurt. Në momentin që Shqipëria antarësohet në Bashkimin Evropian, nuk është më kjo Shqipëri. Është një Shqipëri e re. Është një Shqipëri me forca të reja. Është një Shqipëri me mundësi financiare të reja. Është një Shqipëri me aleanca të reja, me një kuptim komplet tjetër. Dhe mbi të gjitha është një Shqipëri e cila u jep të gjithë qytetarëve të vetë, duke filluar nga fëmijët tuaj, atë pasaportën që pasaportën europiane. Ajo pasaport nuk është një dokument udhëtimi, si kjo që kemi sot, për të udhëtu në për Europë. Ajo pasaport është ai status, digniteti dhe qytetarie europiane që ky popull nuk e ka pas kurrë. Në këto vite ka qenë një përpjekje e madhe dhe ka qenë një këmbgurje e madhe, një kokëforci e madhe për t'ju imponuar të huajve që ta shikojnë Shqipërinë si të barabartë. Dhe unë besoj se ja kemi dalë
që Shqipëria sot, ndryshe nga Shqipëria e një dekade më parë, të jetë e respektuar, të jetë e vlerësuar dhe të jetë e besuar. Por kjo nuk mjafton. Se me gjithë se Shqipëria sot është kaq e respektuar dhe kaq e besuar dhe kaq e vlerësuar, sa në 16 maj do të zbresi gjithë Europa në Tiranë tek sheshi Skënderbej për samitin politik evropian, shqiptarët nuk janë akoma të barabartë. Barazinë e plot si qytetarët e Europës të gjithë shqiptarëve je pasaporta e Europës. Me atë pasaport të gjithë ata që janë jashtë sot, dhe që përpiqen për dokumenta, përpiqen për leje qëndrimi, përpiqen për leje pune, përpiqen për këtë, përpiqen atë, nuk kanë nevojë më të përpiqen për asgjë. Ajo pasaport në çdo vend të Bashkimit Evropian të jep barazinë e plot para ligjit dhe barazinë e plot mundësive me çdo qytetar evropian. Me atë pasaport, fëmijët tuaj nesër, kur t'i çoni me studime, nuk do jenë më student huaj që do paguajnë 10 herë më shumë tarifën e universitetit, po do jenë student evropian që do të kenë të njëjtat kushte dhe do kenë të njëjtat detyrime si të gjithë studentët e tjerë të Europës. Me atë pasaport, të gjithë shqiptarët do të mund ndalojnë ku duan, do të mund trokasin kudo që dëshirojnë për punë, do të mund të hynë e dalin në çdo vend Bashkimit Evropian njësoj si sot ne hymë e dalim nga Shkodra në Tiranë apo nga Tirana në Gjirokastër. Prandaj, ky është momenti. Dhe keni parasysh që Europa, Bashkimi Evropian nuk e mban derën hapur gjithmonë. Ajo derë hapet dhe mbyllet. Dhe është hera e parë qysh nga viti 1990 që ajo derë është hapur për Shqipërinë. Është hera e parë që ata nuk thonë ato fjalit e tyre të zakonshme, një ditë ju do jeni në Bashkimin Evropian, një ditë ne do jemi bashk, e ardhmja ju është këtu, por na kanë hap derën, na kanë vënë në tavolinë 250.000 kusur faqe të negociatave dhe na kanë thënë, bujrum, të mbyllim negociatën 2027 dhe ju të bëni antarë të kësaj familje. Tani, dy gjëra duhet ju them, se s'duhet ju marrë kohë, se më dëgjoni besoj vazhdimisht. Kujdes, kur hapni frigoriferin, se mund t'ju dalë dhe në frigorifer këto ditë, se në televizor, duhet ju them dy gjëra. E para, ju thonë, do dëgjoni që është kjo histori që 3 herë, 3 mandate nuk mjaftun për të bërë antar të Bashkimit Evropian dhe Edi Rama thot tani duhet dhe i tjetër. Tani, kjo histori është historia e Europës, është historia e Bashkimit Evropian. Sepse, nëse do t'ishte një histori e imja apo e Partisë Socialiste, atëhere do duhet që t'i gjëndej përgjigje pyetjes. Po Malizi, që ka hap negociatat për para se sa unë të bësha kryeministër në 2012, pse nuk është në Bashkimin Evropian? Po Serbia që i ka hap negociatat në 2014, ne sishim akoma kandidat edhe na shifshin si delja e zezë e Ballkanit. Pse nuk është në Bashkimin Evropian? Po Maqedonia që ndroi dhe emrin edhe është bërë kandidatën në 2005, pse nuk është në Bashkimin Evropian? Sepse për të qenë në Bashkimin Evropian nuk mjafton të dush ti t'jesh, nuk mjafton që ti t'jesh gati, po duhet të duan dhe ata të hapin derën dhe duhet t'jenë dhe ata gati. Dhe Bashkimi Evropian është një shtëpi e pasur me 27 antarë. Kur troket dera, nuk hapet dera në qoftë se të 27 nuk janë dakord. Njëri sikur thot Lejer se nuk
nuk kemi kohë të merrem me ta, dera s'hapet. Dhe ju e dini shumë mirë, 3 vjeta, 4 vjet, neve dera nuk na u hap për të filluar negociatat, sepse Hollanda thoshte jo po kështu, jo po ashtu, dikush tjetër pastaj. Sot të 27 kanë rënë dakord dhe na kanë hap derën. Dera e hapur, siç ka ndodhur në të shkuarën, mund të mbyllet. Çfarë duhet bëjmë ne? Ne duhet bëjmë gjithçka kemi në dorë që mos u mbasim asnjë ditë, që mos ngatrohemi me këmbët tona, jo po të shkojmë me BE-n apo të shkojmë me Kënetën, që mos merremi me muhabetet tona të pakuptimta, jo po Majtas, jo po Djathas, jo parti e vjetër, jo parti e re, jo ky, jo ai, por duhet të mobilizohemi maksimalisht që në 11 maj të prodhojmë një fuqi të madhe vendimarrëse për të mbaruar negociatat me Bashkimin Evropian, sepse të Majtën e të Djathtën, partit dhe zgjedhjet, këtu i kemi prap, por duhet fillimisht të hymë në atë Bashkimin Evropian. Dhe e dyta dhe e fundit që du të them, juve besoj shifni televizor, jam i bindur që shifni, unë nuk shof, por her pas here më qonë mendja, se burri jam dhe unë, nuk jam i kthjellët gjithkohës, më qonë mendja dhe më lëviz dora dhe hy në herë në YouTube dhe shof këto moçalet e natës, aty ku dalin mbret kocat dhe bëjnë analiza. Është shumë interesant. Prej disa ditësh, të gjitha sondazhet që kanë dalë thonë Partia Socialiste do fitojë zgjedhjet. Prej disa ditësh, sondazhet të gjitha thonë shumica e shqiptarëve mendojnë që vendi po shkon në drejtimin e duhur. Po këta bretkocat, ç'a thonë? Si ka mundësi? Njëri thoshte, jo më po nëse është kështu, ky popull është i smur. Tjetri thoshte, atëherë kjo i bie është çmend populli komplet. Tjetri thoshte, nuk ka asnjë mundësi, vetëm nëse i ka bler Rama të gjithë, domethënë i kanë bler unë 900.000 veta. Pra, asnjëri nga këta nuk i bënte pyetjen vetes, ore, a nuk është i çik më e mundur që mos jetë populli smur, po t'jem unë smur? A nuk është i çik më logjike që nuk janë çmend gjithë, jam çmend unë? Jo, s'ja bëj këtë pyetje vetes. Dhe teoria cila është? Këta kanë 12 vjet në pushtet, këta kanë probleme me drejtësinë, këta. Tani, unë mendoj të kundërtën. E para njerë, pikërisht sepse gjërat kanë ndryshuar, dhe pikërisht se njerëzit ndryshimin e ndjejnë në jetën e tyre të përditshme, dhe pikërisht sepse pagat janë rritur, dhe pikërisht sepse ekonomia rritet, dhe pikërisht njerëzit nuk mendojnë si moçalet mediatike. Por, unë mendoj se shumica e njerëzve dinte gjë tjetër, që kjo historia e drejtësisë, këto çështjet e hapura me drejtësinë, ku përfshihen dhe njerëz të cilët kanë qenë pjesë e jona, janë në fakt mishërimi në jetën reale i një përpjekje që është përpjekja jonë për të krijuar më në fund në këtë vend kushtet që të ketë barazi para ligjit. Dhe ka një pyetje shumë thjesht për të bërë. Si ka mundësi që nga 1912 kur u shpall shteti i pavarur dhe u bë qeveria parë, deri para pak vitesh s'ka pas një ministër, një kryetar bashkie, një person publik me pushtet që të shkonte përpara një prokurori të pavarur dhe një gjykatësit pavarur. Ka pas ministrat pushkatume të varur e të internum, po ama me dëshirën dhe urdhrin e të parit të qeverisë.
Nga 1912, mbretëri, komunizëm, tranzicion, i pari qeverisë e ka pas drejtësinë në dorë. Është hera e parë në histori që drejtësinë e ka në dorë drejtësia. Dhe kjo sepse ju dhe shumica e shqiptarëve më besuat mua kur ju thosha në 2017-ën, ma jepni atë timon vetëm, mos më leni të tjerë në prerë, se nuk e bëjmë dot reformën drejtësi, nuk e pavarësojmë dot drejtësinë, se të tërë të tjerët janë armiq të drejtësisë që i vët gjithë të barabartë para ligjit. Ju ma dhatë timonin dhe unë dhe Partia Socialiste ju kthyem mbrapsh me stërmundim të madh, me kosto të mëdha patjetër, atë që s'kishte ndodhur kurrë në historinë e Shqipërisë. Një drejtësi e cila nuk do të di majtas dhe djathtas, shikon drejt dhe nuk ka më të pandëshkueshëm. Doni që kjo histori të vazhdojë. Doni që barazia para ligjit të kthehet në një gur që nuk lëviz më nga themelit e shtëpisë tonë. Doni që nesër mos dali dikush tjetër dhe ta kthejë përmys. Siç thot sot Bufi Kënetës që në 12 maj do shkrim spagun. Ai s'do shkrijë gjë se s'do në 12 maj do dali do bërtasim i vodhën, po për te asaj, historia e Shqipërisë ka tregu që çai ka bërë shqiptari i këtij vendi nuk ja ka bërë as armiku ndonjëherë. Sa shumë e kemi ngatruar ne këtë vend, duke u ngatruar me njëri tjetrin, nuk na ka ngatruar as armiq tan ndonjëherë. E pra, mundësia që kjo që sapo kemi filluar të bëjmë, që na bën më në fund një shtet evropian, barazia para ligjit, të përmbyset është reale. Jo nga zgjedhja e 11 majit, se në 11 maj do fitoj Partia Socialiste dhe sa t'jem unë këtu dhe sa t'jet Partia Socialiste, forca e vetme në qeveri nuk ka për të pas hap brapa me drejtësinë. Por nga dikush tjetër më vonë, kështu që kjo punë nuk i lihet në dorë thjesht atyre që do zgjidhen për të qeverisë Shqipërinë në vitet e ardhshme. Kjo punë merr fund duke e futur Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Në momentin kur vendi bëhet antar i Bashkimit Evropian, në momentin kur Shqipëria ulet si zonjë aty në atë shtëpinë e pasur me 27 të tjerët, nuk ka më këtu asnjë forcë dhe asnjë individ që të thotë po e kthejmë dhe njëherë nga e para historinë aty ku ishte, kur ne ishim faqja e zezë, edhe kur populli ynë për shkak të atyre që e kanë sunduar dhe udhëhequr keq, vuante si populli dorës dytë. Kjo nuk do të më. Unë ju jam shumë mirënjohës që masi më keni dëgjuar kështu disa herë, e më keni panë, duruat deri tani heroikisht. Kjo tregon që nuk ka gjë që juve nuk e përballoni. Ju jam shumë mirënjohës, ju falenderoj shumë. Ditë ju them kaq. Mos lini shoqe, mos lini kojshie, mos lini krushk, mos lini kënd pa taku e pa fol. Edhe sa më shumë burra demokrat nëpërmjet grave të tyre, shoqeve të juaja, të paktën vënin gjumë në 11 maj. Mos shkojnë të votojnë fare. Shumë faleminderit.